Kjo që po ndodh në Turqi ka nisur të gatuhet, është pasojë e një procesi që ka ndodhur që me ardhjen në pushtet të Erdoganit. Si përfaqësues i një subjekti politik me frymë islamike dhe nëpërmjet këtij subjekti ai gjatë gjithë karrierës së tij deri në ditët tona, deri në sot, është munduar të ringjallë një farë otomanizmi, pra teorinë që ka të neo-otomanizmit në jo vetëm Turqi, po edhe në zonat satelite, ish satelitet perandorisë. Erdogan e nisi këtë punë për të çoruar hesapet para se të nisi loja e madhe, loja që në fakt ka nisur dhe loja e Turqisë, loja e re për dominim dhe sa do të jetë fuqia e Turqisë në këtë lojë të re. Ky Erdogan ka bërë një veprim që nuk dihet a do ta menaxhojë, s'do ta menaxhojë, një veprim të guximshëm, duke goditur shtyllën kryesore të sekularizmit dhe duke forcuar pushtetin e tij në qëllim që nëpërmjet platformave neo-otomaniste, në forcimin të ndikimit të tij nëpërmjet duke përdorur fen në gjithë rajonin, që do të kishte një fuqi të madhe të ndikimit si shtet. Dhe kjo po shkon drejt luftës civile në Turqi. Nga ana tjetër, Turqia ka mbarë një rol geopolitik. Unë po dëgjoja këto ditë shumë analistë të cilët po habiten me një rizgjim geopolitik shumë të rëndësishëm të Turqisë në pjesën veriore të Europës. Dhe jo, nuk bëhet fjalë për Sirinë, ndërhyrjet në Irak, tej që gjithande, ose në Ballkan. Bëhet fjalë për shumë për faktin që vetëm Turqia ka thënë që është e gatshme të dërgojë trupa paqëruese në Ukrainë. Dhe konsiderohet një hap shumë i guximshëm geopolitik. Një, dyta, Turqia është, dhe leadershipi i Turqisë aktuale është i vetmi leadership që nuk ka patur ndonjë goditje, po themi, edhe me spon nga administrata e re Trump. Përkundrazi e ka përforcuar më shumë, ka shkuar kanë Fidani është taku me Rubion sot. Dhe kanë betonizuar marrëdhënien. Falenderoj shumë për që më ndihmove. Pra, do të them që më duket që fati i Imamoglus është i shkruar. Ja ka rryma, nëse mundem. Po, patjetër. Ka padyshim rryma brenda vetë strukturës të shtresëzimit politikës turke që duan që Erdogani të largohet nga skena politike për shumë motive. Kryesisht nuk duhet harrojmë që këto parti opozitare kanë dhe një lidhje shumë të fortë me pjesën kurde. Pra, dhe ky është i problemi mbrëmshëm i Turqisë. Nga ana tjetër, në atë që është forma sot e njohur e autokracive demokratike, Erdogani është një aset për politikën ndërkombëtare, sepse me figurën e tij, me karizmën dhe me këto aleancat e fuqishme, duke qenë një nga vendet anëtare të NATO-s më të fuqishëm, dhe duke parë që raporti, një sekond, duke parë që ndërkohë raporti me perëndimin administrata Trump nuk e ka në ditët më të bukura, një figurë si Erdogani intereson dhe raporti i Imamoglus duhet eliminohet